Me përfundimin e paraqitjes së provave, gjykimi ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe 4 të bashkakuzuarve për pengim të administrimit të drejtësisë ka hyrë në fazën përfundimtare. Dhomat e specializuara në Hag kanë caktuar tashmë afatet për dosjen përmbyllëse dhe deklaratat finale, duke afruar çështjen drejt vendimit gjyqësor. Gjykatësi vetëm Christopher Consnell e ka shpallur të mbyllur fazën e provave në procesin ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isnik Kilajt, Fadel Fazliut dhe Hajredin Kuqit. Sipas kalendarit të ri procedural, dosjet përfundimtare do të dorëzohen deri më 24 gusht, kundër përgjigje deri më 4 shtator, ndërsa deklaratat përmbyllëse do të mbahen me 10, 11 dhe 14 shtator. Të 5 të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm në fillim të gjykimit, i cili nisi me 27 shkurt 2026. Gjatë procesit janë dëgjuar dëshmitar të mbrojtur, ekspert të kriminalistikës dhe forenzikës digjitale, si dhe ekspertja transkriptimit Helen Fraser, e propozuar nga mbrojtja e Thaçit. Sipas akuzës, Thaçi akuzohet se individualisht dhe në bashkëveprim me grupe të tjera ka tentuar të ndikojë të dëshmitarë dhe të pengojnë administrimin e drejtësisë gjatë vizitave në qendrën e paraburgimit. Ndaj tij rëndojnë akuza për pengim të personit zyrtar, shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe mosbindje ndaj gjykatës, ndërsa të bashkakuzuarit përballen me akuza për tentativë pengimi të personave zyrtar dhe mosbindje ndaj gjykatës. Bashkim Smakaj, Fadel Fazliu dhe Isnik Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe u transferuan në objektet e paraburgimit në dhomat e specializuara të Kosovës më 6 dhjetor 2024 në bazë të aktakuzës së konfirmuar dhe flet arrestimeve të lëshuara nga Haga. Ndërsa Thaçi i është dorëzuar flet arrestimi në objektin e paraburgimit në Hagë më 5 dhjetor 2024, gjithnjë sipas njoftimit të dhomave të specializuar të Kosovës. Kurse Hajredin Kuqit i është dorëzuar aktakuza e konfirmuar dhe flet thirrja për t'u paraqitur para gjykatës së procedurës paraprake dhe për paraqitjen e parë, e cila u mbajt me 9 dhjetor. Ish-presidenti Hashim Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime luftës si dhe më 2024 i është ngritur aktakuza kundër administrimit të drejtësisë. Të nderuar shikues, edhe një lajm për fund.